Kemi rekord, ky s'li rekord? Por një sekondë. A e ke skaletën? Jo, skaletën e kam, po unë nuk... Unë realisht nuk e di që do them. Ti nuk e di që do them. Okej, atëherë po të them diçka. Atëherë, se programi është i tillë që u filloi me monolog, dhe pastaj në vazhdim do të kem të ftuar me histori reale, dhe pastaj mund të jetë një VIP e tjerë. Dhe monologun e kam shumë të rëndësishëm. Edhe mendova duke qenë se njerëzit e kanë shef kur unë flas dhe jam mendimet e mia. Faleminderit Benard. S'kam mbaruar për të thënë dramën time. Dhe çështja është që unë gjithkohës në Instagram nuk e përgatis monologun. Unë kudo që jam them diçka. Kurse fakti që duhet përgatitem, po nuk e bëja dot. Dhe kam bërë 2 dhe i kam fshirë. Dhe unë nuk kam asnjë monolog. Më vërtet. E di çfarë mendova sot kur po vija këtu, që ky ishte monologu im. Kudo që shkoja, flitej për showbiz ose për gjëra të mëdha. Flitej për shembull për që të bëj linja Tiranë-New York, ndryshime në Tiranë, spaku. Kudo që kam qenë sot, deri te grimi, te flokët, te everything, flitej për gjëra. Dhe ndërkohë këto që flisin ishin të gjithë njerëz që punonin. Pra të gjithë kishin alle tyre personale dhe pastaj flisnin për këto gjëra. Dhe të gjitha këto gjëra për cilat ne flasim, ndonjëherë janë kështu janë shpëtimi ynë. Kto më interesojnë mua në program. Kur dëgjon njerëz ose kur ulesh me ta, historitë janë të vogla dhe janë shumë të rëndësishme për ta, të vogla nuk kanë për masa të mëdha kështu popullore, por janë histori shumë të rëndësishme për ta. Dhe këto histori shumë të rëndësishme për ta sfumojnë kaq shumë sepse janë këto historitë që ti duhet të jesh në një format, apo ti duhet të jesh i kësaj rëndësie, apo ti duhet të jesh X njeri që historia të marrë një rëndësi të madhe. Dhe thashë, mua kjo më intereson në program, që patjetër duhet jenë edhe njerëz të njohur dhe që ti trajtoj ashtu siç unë dua, por meqense kam kamerën ndezur, por më intereson domethënë që të flas për këto historitë e njerëzve, sepse kanë kaq të bukura dhe për të thënë që nuk ke nevojë që të hysh në formate, nuk ke nevojë që të jesh i famshëm për të qenë frymëzues. Doja dhe ta filloja programin me një histori transformimi, sepse unë jam në një proces transformimi, të cilin e fillova e bëra pak publike të Alketat, e podcasti që u pa shumë, nuk e di sa ka shkuar tani, po... Më i pari i Alketës ishte. Po është ai fëmia i vogël që ka qenë Peter Pani, ai ka më shumë klikime se mua, dhe unë luftoj me atë, nuk e di, ai është rritur tani. Për të dalë ideja transformimit, këtë radhë, mos merrem me një histori njerëzore, sepse dua që dhe njerëzit ta shohin programin, dhe ndoshta edhe nëpërmjet The Dalina Show, që sometimes nuk është show, pra nuk ka kërcime dhe Las Vegas, por edhe mund të kërcejmë mbi tavolinë. Thash pastaj do marr një psikologe dhe do bëj diçka ndryshe. Do bëj gjë ndryshe do them pastaj. Po ndërkohë që u flas me ju, kam përshtypjen që unë bëra monologun. Pra ky është programi im. Quajeni podcast, nuk i kam kufjet. Është i podcast, është i program, skenografja Desantila Lika, me cilën kam punuar prej shumë kohësh, vendosi që ta bënte. Ajo tha, ky është këndi jo Dalina, dhe pastaj këndi të ftuarve është këtu, ti po të duash mund të ulesh aty, por ndriçimin e ke shumë mirë këtu. Nuk e di, neve mbi të 40-at kemi dëshirë që të rim afër ndriçimit të mirë sa më gjatë. Ne jemi një media që, si çdo media tjetër, ne mbahemi nga klikimet, pra ne shesim ajër në një lloj mënyre, siç e tha dikush marketing është e çuditshme, por ne shesim ajër dhe duhet patjetër të kemi dhe sponsora, duhet të rritemi me klikime, por unë nuk dua të krijoj atë lloj programi që të gëzohem shumë që qau që u klikua, apo të gëzohem shumë që tha histori më të errët dhe u klikua. Unë dua që njerëzit mos ikin këtu dhe të kenë një lloj boshllëku që pse thash, ç'a duhet ta thoja. Dhe nuk dua të kem atë lloj gëzimi që kam pasur her pas here sepse profesioni ynë është i tillë. Ne jemi si ato kirurgët që këndojnë kur bëjnë kirurgji dhe të tjerët se kuptojnë ose janë duke bërë muhabete të rëndomta fare, ndërkohë që hapin barkun apo aortat. Edhe ne kështu jemi, pra në fund të një emisioni mbasi qaj me të ftuarin themi eci shumë mirë, ka përtecur shumë mirë, ka kaq klikime, ai qau, ndërkohë ai tjetri mbasi qan edhe mbasi nxjerr, si thuash, një pjesë të vetes së tij mund të kthehet bosh në shtëpi dhe thot pse e bëra këtë? A është e vlefshme kjo për mua? Ç'a më dha? Unë dua që ajo çfarë të ndodhi këtu të jetë një lloj frymëzimi, kështu që të mos shkoj asgjë dëm. Kjo është përpjekja ime. Të mos shkoj asgjë dëm nga e gjithë biseda që ne do zhvillojmë nga të gjithë të ftuarit. Qofshin ata siç thash dhe njerëz VIP, qofshin njerëz të thjesht, apo qofshin specialist këtu apo në botë, sepse shumë specialistë të mirë fatkeqësisht na kanë ikur dhe janë andej për të ndarë gjithë gjërat. Dhe ajo që është më e rëndësishme edhe për ta mbyllur të gjithë këtë, unë jam në një proces transformimi i cili është me hapa të vogla, nuk është një proces që unë zgjohem nesër dhe jam e transformuar totalisht. Edhe pse në sytë e njerëzve ndoshta në ato sekondat Instagramit mund të paraqes një pamje kështu
mund të dhe idolizohem, siç më ndodh shpeshherë në mesazhet e DM-i që idolizohem si kjo gruaja që i bën të gjitha, por un kam momentet e mia të frikës, ka momentet e ankthit siç kisha në këtë moment, ka momentet e relapsit që jam shumë e lumtur me atë comfort zone-in e errët që kam pasur dhe dua të ri aty dhe dua që edhe këtë momentin tim të transformimit ta ndaj me ju dhe si thua të transformohemi të gjithë bashk. Por, e thënë, kjo nuk do t'jetë vetëm terapi dhe serioze, do t'kemi edhe të qesh, sepse kjo është një pjesë e imja dhe unë nuk ri do të pa qeshur dhe pa utallur. Fola gjatë, nuk do të flas ka gjatë në programe tjera, ose do të flas shumë gjatë. Nuk e di, kam ascendent binjakët, nuk e kuptoj se çfarë do ndodh. Unë dhe Trumpi kemi këtë problem.